terren ka të bëjë kryesisht me parandalimin e fatkeqësive dhe fataliteteve, pra siguria dhe mbrojtja e jetës së qytetarëve. Nga ana tjetër, siç është bërë praktik e rregullt dhe në zbatim të gjitha parashikimeve ligjore, Agjencia e Mbrojtjes Civile ka mbështetur Ministrinë e Bujqësisë dhe bashkitë nga dëmet, sidomos në blegtori dhe në bujqësi. Dhe jemi tashmë gati që me Ministrinë e Financave të bëjmë gati një paket kompensimi nga dëmet, sidomos në bujqësi dhe në blegtori. E dini, besoj që pjesën e pasojave të zjarreve, banesave e kemi ezauruar dhe fondet e kompensime janë alokuar dhe janë shpërndar nga bashkitë. Një element ku do kërkoja vëmendjen tuaj, se besoj përbën interes për mbar vendin, ka të bëjë me finalizimin e alokimit të buxheteve dhe fondit kushtzuar për mbrojtjen civile si jetë. E kemi konkluduar si proces më herët se vitet e tjera. Fondi kushtzuar shpërndahet me një qasje të re për të forcuar pikërisht ato bashki që konsiderohen më të dobta me më pak kapacitet financiar, pra nuk bëjmë shpërndarje dhe financim në mënyrë lineare, por me bazë risku. Dhe në këtë mënyrë kemi një rritje të konsiderueshme, disa herë dhe shumë fishim fondesh për 47 bashki, siç është evidente edhe në prezantimin krameje. Kemi një shumë fishim për shumë bashki të cilat ndër vite nuk kanë pasur instrument financiar. Kjo i mundson këtyre bashkive e para njerë të kenë më shumë mundësi të mbështesin operacionet e emergjencave të tyre, të rrisin flotat e emergjencave, të kompensojnë dëmet, jo detyrimisht duke pritur që të vijë një akt normativ apo mbështetje buxhetore nga qeveria her pas here. Dhe nga ana tjetër kemi dhe një rritje të fondit të investimeve për infrastrukturën parandaluese. Fondi investimeve si vjet është 18 milion euro. 8 milion euro janë të dedikuara për projekte që janë në zbatime sipër, pra që kanë filluar vitin e kaluar dhe ne kemi vazhduar të financojmë këtë vit. Mund të jenë diga, prita lumore, ura, riparime, rehabilitime infrastrukturash të dëmtuara. Dhe nga ana tjetër, 10 milion euro shtesë për financim projektesh të reja, tërësisht të reja, në dispozicion të bashkive dhe këtë javë finalizohet edhe procesi i alokimit të tyre, ka pasur shumë aplikime, bashkitë kërkojnë vazhdimisht mbështetje në këtë fushë dhe ne do vazhdojmë ta ofrojmë me strategjinë e re që bazohet në fakt ke faktori riskut, siç e thash, për të mbështetur ato bashki që kanë mundësi të kufizuara financimi, teritoresh sfiduese dhe të vështira dhe që kanë pasur dhe impakt nga dëmet e rreshjeve të fundit. Një shembull, po marr shembullin e urës Glinës në Dropull, për shembull, një urë historike e dëmtuar nga rreshjet e nëntorit, do të financohet, do të rehabilitohet tërësisht dhe do kemi për gjitha bashkitë një projekt domethënës që rehabiliton apo ndërton një kapacitet parandalues. Po vijojmë ta bëjmë, se besoj përbën interes tani edhe për efekt shëmbjeve në aksin Librasht Prenjas, do vazhdojmë të mbështesim pritat lumore për gjatë shkumbinit, një pjesë e mirë e financimeve shkojnë në këtë drejtim, pikërisht që të kemi mundësi të parandalojmë rrëshqitje apo dëmtime nga gryerjet lumore në të ardhmen. Dhe tani do doja të ndalesha pak ke komponenti kapitalit njerëzor, shumë shkurtimisht. Siç e dini, kemi një proces rekrutimi shumë dinamik. Kemi vijuar fazën e parë të rekrutimeve, kemi 3 faza rekrutimesh, 3 procese rekrutimesh gjatë vitit. Është përmbyllur faza e parë me 252 fitues të shpallur këtë muaj dhe që kanë filluar sot stërvitjen në qendrat tona stërvitore, me një shpërndarje në mbarë gjeografinë e vendit, që është e vërteta, duke dëshmuar edhe aftësinë tërheqje të vokacionit ushtarak, sepse nëse konsiderojmë 14 mujorin e fundit dhe me këtë prurje të re të këtyre, praktikisht janë shtuar forcave të armatosura 1000 personel aktiv. Dhe kemi në plan që të vijojmë me fazën e dytë në mars, në prill, me 200 kota të tjera dhe projekcioni pastaj me 400 rekrutime të tjera
në gjysmën e dytë të vitit. Një tjetër lajm që konfirmon këtë elementin tërheqës të vokacionit ushtarak është edhe ulja e largimeve me 70% në krahasim me vitet e kaluara. Sikundër kemi dhe fillimin e rikthimeve. Ju e dini që ndër vite shumë ushtarak kanë dalë në rezervë apo në lirim për arsye kryesisht të pagave apo të vështirësisë të ecurisë në karrierë. Ne kemi mundësuar së bashku me shtabin e përgjithshëm dhe qeveria ka marrë një vendim për ta mundësuar rikthimin në forcë aktive. Sapo janë rikthyer, pra janar shkurt 48 ushtarak që kanë kërkuar të rikthehen. Nuk janë vetëm oficer, vetëm 4 oficer, 39 oficer dhe 14 ushtar detar aktiv. Dhe parashikojmë që në 10 mujorin që vjen të na rikthehen po aq ushtarak edhe njerë duke përbërë një dëshmi të kësaj aftësie tërheqëse të forcave. Elementi tjetër për burimet njerëzore, komponenti rezervist, ka filluar rekrutimi rezervistëve. Synojmë të kemi 363 rezervistë këtë vit dhe ta mbajmë këtë ritëm në çdo vit pasues. Në të gjitha specialitetet kërkojmë mjek, specialist telekomesh, inxhinier, gjenio, detari, sikundër dhe në elementin pedagogjik të akademisë apo të kolegjit të mbrojtjes. Për ta bërë përfshirjen në forcën rezerviste edhe më tërheqëse, këtë vit kemi vendosur që ta shoqërojmë kontratën e